Është zhvilluar një workshop me temë dialog ndërbrezor me artistë të rinj dhe profesionistë mbi artin si ruajtës i kujtesës kolektive. Në këtë takim u diskutua dhe rreth koncertit memorial Tingujt e Kujtesës, që do të mbahet me 11 qershor në zallin e Kirit, kushtuar viktimave të komunizmit. Aktiviteti sjell në skenë artistë shkodran, të cilët përmes muzikës synojnë të përcjellin mesazhin se e kaluara nuk duhet harruar, sidomos nga brezi i ri. Atëherë, jemi mbledhur sot këtu në Shkodër me artistë të rinj, me kompozitor, me përfaqësues nga Bashkia Shkodër, për të diskutuar mbi organizimin një eventi që për ne është shumë i rëndësishëm, që është koncerti Tingujt e Kujtesës, një koncert memorial për viktimat e komunizmit. Këtë vit, për herë të parë në 5 vitet e realizimit të këtij koncerti, ne e bëjmë në Shkodër dhe pikërisht buz zallit të Kirit, pranë një ishulli të pushkatuarve që quhet këtu, një vendi që regjimi komunist e përdorte për të ekzekutuar kundërshtarët e tij. Ky koncert do vëri në skenë muzikë të ndaluar, muzikë të krijuar nga artistët shkodran të përsekutuar ose të burgosur, siç është Gac Çuni që gjithë e njohim, dhe do tentoj të përcjellë një mesazh për brezat e rinj që nuk duhet harrojmë. Gjoka foli për rëndësinë e këtij aktiviteti dhe domosdoshmërinë që historia e së kaluarës të transmetohet tek brezat e rinj. Kujtesa është shumë e rëndësishme, po aq sa është e rëndësishme dhe përballja me të shkuarën, përballja me krimet e të shkuarës. Ne jemi 3 dekada e gjysmë pas rënies së komunizmit dhe akoma nuk kemi një proces ligjor dhe shtetëror për gjetjen e të zhdukurve, që qarku Shkodër është një nga qarqet më të prekura nga kjo çështje, pasi ka pas shumë të pushkatuar e të vdekur në përburgje, të cilët sot e kësaj dite nuk kanë një varr. Përveç kësaj, ne sot e kësaj dite nuk kemi dëmshpërblyer financiarisht të gjithë të burgosurit politik, familjarët atyre që janë ekzekutuar ose kanë vdekur në përburgje. Pra është një proces që vazhdon dhe është aktual, edhe pse ka ndodhur 3 dekada e gjysmë më përpara. Përmes një dialogu ndërbrezor mes artistëve të rinj dhe profesionistëve, pjesëmarrësit ndanë mendime mbi rolin e muzikës, poezisë dhe performancës në ruajtjen e kujtesës kolektive dhe komunikimin e historisë tek të rinjt.